Faktikisht, pranvera në anë të malit tashmë është bërë tradicionale në zonën e anës së malit dhe jo vetëm. Këtë vit shënojmë një vit jubilar, vitin e 20 të pranverës në anë të malit. Çfarë do të thotë, kemi konceptuar që të kemi një sër aktivitetesh duke filluar nga data 2 qershor me ditën e sportit, me sportin e shahut dhe sportin e volejbollit, i cili volejboll është organizuar në kuadër të ekipeve të vajzave, duke marrë pjesë ekipi nga Shkodra i Vllaznis, nga Tivari, si dhe ai vendas, ekipi Barbana, të cilin e kemi bërë në bashkëpunim me klubin e volejbollit Barbana, ka qenë një ditë e jashtëzakonshme sa i takon ditës së sportit. Edhe me datën 3 kemi vazhduar me sport po ashtu, me garat ndërmjet institucioneve në sportin e futbollit. Edhe kjo është një traditë në pranverën e anë të malit, duke garuar do të thotë jo vetëm ato të cilët çdo ditë janë pjesë e sportit, por edhe njerëzit e institucioneve. Kemi vazhduar ditën e 3, pra me 4 qershor, me logun e piktorëve. Logu i piktorëve, i titulluar Shasi 2024, ka grumbulluar piktor artist nga viset shqipfolse të Malit të Zi. Plava, Gucia, Malësia, Ulqini, Ana e Malit, Kraja, pra të gjithë trevën, këto kanë vëzhguar pikat piktoreske të anës së malit, por jo vetëm, pra kanë vëzhguar edhe pikat kulminante, do të thoja kështu, të Ulqini, që është Valdanosi, është Bashbudyku. Këtë ekspozit e kemi paraqitur mbrëm në datën 7 qershor, të cilën ekspozit e kemi edhe sonte të pranishme këtu nga artistët, dhe kemi paraqitur dhe dokumentarin duke përfshirë 20 vite pranvera në anë të malit manifestimin. Çfarë do të them? Është një punë e gjatë, ka sakrificë, mund për të arritur të ruajnë vlerat kulturore, artistike dhe shkencore të kësaj zone, të cilat nuk janë pakta. Vim në mbrëmjen qendrore, dhe këtë mbrëmje do të kemi konceptuar që të kemi fest për të gjithë. Gjithmonë shoqata Ora është munduar që të gërshetojë dhe shqiptar dhe të ftojë shqiptar edhe nga treva të ndryshme, siç është dikur kohë më parë, do të ka qenë i pranishëm ansambli Shota nga Prishtina. Këtë radhë, ftesa i ka shkuar ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve shqipe në Maqedoninë e Veriut, pra me drejtor Shkodran Tolaj, të cilën sonte do të performojnë para nesh, para publikut të anës së malit, Ulqinit dhe të gjithë ato të cilët do të na bashkohen, do të performojnë një koncert gala me këngë dhe valle.